Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, truri juaj qëndroni zhytur në një lëng të veçantë brenda kafkës suaj. Ky lëng, i quajtur lëng cerebrospinal, e mban trurin tuaj të pezulluar, duke e mbrojtur nga goditjet dhe duke e mbajtur në pozicionin e dur. Por çfarë do të ndodhte nëse graviteti që e mban këtë sistem në ekuilibër papritmas do të zhdukte? Çfarë do të ndodhte me organin më të rëndësishëm të trupit tuaj? Në vitin 1998, një grup shkencëtarësh në qendrën hapësinore Johnson të NASA-s filluan një eksperiment që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë marrëdhënien tonë me hapësirën. Ata nuk po kërkonin jetë jashtëtoksore, ata po kërkonin diçka shumë më shqetësuese. Çfarë i bën hapësira trurit tonë? Doktori Peter Zu Eulenburg, neurolog në Universitetin Ludwig Maximilian në Mini, kishte një dyshim që e mbante zgjuar natën. Ai kishte dëgjuar histori nga astronautët, histori që NASA nuk i bënte publike. Astronautë që ktheheshin nga stacioni ndërkombëtar hapësinor dhe nuk mund të ecnin në vijë të drejtë. Astronautë që harronin fjalë të thjeshta. Astronautë që shihnin botën ndryshe, në mënyrë të përhershme. Zu Eulenburg mblodhi një ekip prej 26 astronautësh që kishin qenë në hapësirë për periudha të ndryshme, disa për 2 javë, disa për 6 muaj dhe një për një vit të tërë. Ai skanoi trurit e tyre me rezonancë magnetike përpara se të niseshin në hapësirë. Pastaj i skanoi përsëri kur u kthyen. Ajo që ai zbuloi ishte kaq shqetësuese sa NASA e mbajti të fshehtë për 25 vjet. Truri i çdo astronauti kishte lvizur, jo metaforikisht, jo në kuptimin psikologjik, por fizikisht, në mënyrë të matshme, të dokumentuar në milimetra. Truri i tyre kishte lvizur lart brenda kafkës, duke u shtyr nga lëngjet që papritmas nuk kishin më gravitet që t'i mbante në vend. Imagjinoni një top që noton në ujë. Graviteti e mban topin në një pozicion të caktuar, me një pjesë të ujit poshtë dhe një pjesë lart. Tani hiqni gravitetin. Uji nuk ka më poshtë apo lart. Ai rrjedh lirshëm, duke e shtyr topin në drejtime të paparashikueshme. Kjo është pikrisht ajo që ndodh me trurin tuaj në hapësirë. Lëngu cerebrospinal, që zakonisht qëndron kryesisht në bazën e trurit papritmas, rrjedh lart, duke e shtyr trurin drejt pjesës së sipërme të kafkës. Por kjo ishte vetëm fillimit. Doktoresha Angelique van Ombergen nga Universiteti i Antwerpitit, që bashkëpunoi me Zu Eulenburg, zbuloi diçka edhe më shqetësuese kur analizoi skanet në detaje. Zonat specifike të trurit po ndryshonin në mënyrë të përhershme. Cerebeli, pjesa e trurit që kontrollon ekuilibrin dhe koordinimin, po zvoglohej. Korteksi vestibular, zona që ju tregon ku jeni në hapësirë, po ristrukturohej. Dhe këto ndryshime nuk ishin të përkohshme. Edhe 7 muaj pas kthimit në tokë, trurit e astronautëve ende nuk ishin kthyer në gjendjen e tyre origjinale. Disa ndryshime dukeshin se ishin bërë të përhershme. Në vitin 2015, kozmonauti rus Mikhail Kornienko dhe astronauti amerikan Scott Kelly u nisën për një mision që do të testonte kufitë e qëndrueshmërisë njerëzore në hapësirë. Ata do të qëndronin në stacionin ndërkombëtar hapësinor për 365 ditë, afërsisht një vit. Kur Kelly u kthye në tokë, ai nuk mund të qëndronte në këmbë për më shumë se disa minuta. Këmbët i digjeshin sikur po ecte mbi thëngji të nxehtë. Por këto ishin simptomat e dukshme. Brenda kafkës së tij po ndodhte diçka shumë më dramatike. Skanet e trurit të Kelly treguan se truri i tij kishte lëvizur gati 5 mm lart. Për një organ kaq delikat sa truri, 5 mm janë një distancë e jashtëzakonshme. Tani imagjinoni se jeni duke planifikuar një udhëtim në Mars. Udhëtimi vetëm për të arritur atje do të zgjasë rreth 9 muaj. Ju do të qëndroni në sipërfaqen e Marsit, ku graviteti është vetëm 38% e gravitetit të Tokës, për rreth një vit e gjysmë. Pastaj do t'ju duhen edhe 9 muaj për të kthyer. Gjithsej, 3 vjet. 3 vjet ku truri juaj do të jetë në një gjendje të vazhdueshme transformimi. 3 vjet ku lëngjet brenda kafkës suaj do të rrjevin në mënyra që evolucioni nuk i ka parashikuar kurrë.
3 vjet ku zonat e trurit tuaj që kontrollojnë ekuilibrin, koordinimin, kujtesën dhe madje edhe personalitetin tuaj mund të ndryshojnë në mënyra që ne ende nuk I kuptojmë plotësisht. Doktori Zu Eulenburg e shpjegon kështu: ne jemi krijesa të gravitetit. Çdo qelizë në trupin ton, çdo sistem në organizmin ton është formuar në presionin konstant të gravitetit toksor. Kur e hiqni këtë presion, ju nuk po hiqni thjesht një forcë fizike. Ju po hiqni një nga parametrat themelore që e bën trupin ton të funksionojë ashtu siç funksionon. Në laboratorin e tij në Myni, ai më tregoi imaze krahasuese të trurit të një astronauti përpara dhe pas një misioni 6 mujor. Diferenca ishte e dukshme edhe për syrin e paspecializuar. Ventrikujt, zgavrat e mbushura me lëng brenda trurit, ishin zgjeruar dukshëm. Disa zona të korteksit ishin holluar dhe më shqetësuese, lidhjet ndërmjet zonave të ndryshme të trurit dukeshin se kishin ndryshuar. Por çfarë do të thotë kjo në terma praktik? Çfarë përjetojnë astronautët kur truri I tyre po transformohet në këtë mënyrë? Astronautja kanadeze Julie Payet, që ka qenë 2 herë në hapësirë, e përshkruan kështu: ditën e parë në hapësirë, truri yt nuk di ku je. Ai pret që gjërat të bien poshtë, por asgjë nuk bie. Ai pret që koka jote të ketë një lart dhe një poshtë, por papritmas, këto koncepte nuk kanë më kuptim. Për disa ditë ndihesh I sëmur vazhdimisht. Pastaj truri yt fillon të përshtatet. Por kjo përshtatje ka një çmim. Çmimi është ristrukturimi fizik I vetë trurit. Është sikur truri vendos të sakrifikojë disa funksione për të fituar të tjera. Zonat që kontrollojnë ekuilibrin në një mjedis me gravitet bëhen më pak të rëndësishme, kështu që ato zvoglohen. Zonat që duhet të përpunojnë informacion vizual në mënyra krejtësisht të reja zgjerohen. Në vitin 2020, një studim I publikuar në revistën JAMA Neurology nga ekipi I doktoreshës Donna Roberts në Universitetin Mjekësor të Karolinës së Jugut zbuloi diçka edhe më shqetësuese. Ata gjetën se pas udhëtimeve të gjata në hapësirë, disa astronaut zhvillonin një gjendje të quajtur sindroma e shikimit të lidhur me hapësirën, SANS në anglisht. Simptomatologjia përfshinte ndryshime në shikimin e tyre që nuk mund të korrigjoheshin me syze. Nervi optik që lidh syrin me trurin ishte fryrë. Forma e syve të tyre kishte ndryshuar. Dhe këto ndryshime, në shumë raste, ishin të përhershme. Shkaku I njëjti. Lëngu cerebrospinal që papritmas rrjedh lart pa gravitet, duke ushtruar presion mbi pjesën e pasme të syve. Imagjinoni se jeni komandant I një anije hapësinore që po ulet në Mars pas 9 muajsh udhëtimi. Ju duhet të merrni vendime kritike në sekonda, por truri juaj ka qenë duke u ristrukturuar për 9 muaj. Aftësia juaj për të gjykuar distancat është ndryshuar, reflekset tuaja janë ndryshuar. Madje edhe mënyra se si mendoni për problemet hapësinore është ndryshuar. A jeni ende I njëjti pilot që u nis nga toka? A janë vendimet tuaja po aq të besueshme? Këto nuk janë pyetje hipotetike. Këto janë pyetjet që mbajnë zgjuar planifikuesit e misioneve në NASA çdo natë. Doktori Zu Eulenburg dhe ekipi I tij vazhduan të studiojnë astronautët për vite pas kthimit të tyre. Ata zbuluan se procesi I rikuperimit ishte I ngadalt dhe I paplot. Pas 6 muajsh në hapësirë, duheshin të paktën 7 muaj në tokë që truri të fillonte të kthehej në gjendjen e tij normale. Por normale nuk do të thotë identike me atë që ishte më parë. Disa ndryshime dukeshin se ishin bërë pjesë e përhershme e arkitekturës së trurit. Ishte sikur truri kishte mësuar një gjuhë të re dhe kishte harruar disa aspekte të gjuhës së vjetër. Astronautët raportuan ndryshime të vogla, por të qëndrueshme, në mënyrën se si perceptonin hapësirën, si koordinonin lëvizjet, madje edhe si ndërronin. Por historia bëhet edhe më komplekse kur e shqyrtojmë në nivel qelizor. Profesori Peter Zu Eulenburg bashkëpunoi me biolog molekular për të kuptuar çfarë po ndodhte në nivel mikroskopik. Ata zbuluan se qelizat nervore, neuronët, në zonat e prekura të trurit, po ndryshonin strukturën e tyre. Dendritët, degëzimet e vogla që lidhin neuronët me njëri tjetrin, po riorganizoheshin. Disa lidhje po dobësoheshin, të tjera po forcoheshin.
Ishte sikur truri por I shkruante vetë diagramin e tij të brendshëm. Dhe ky proces nuk ishte I kthyeeshëm plotësisht. Njëherë që një lidhje nervore dobësohet ose eliminohet, rikrijimi I saj kërkon kohë dhe përpjekje të madhe, nëse është I mundur fare. Në vitin 2018, NASA filloi një program të quajtur Studimi I binjakëve, një eksperiment unik në historinë e shkencës. Scott Kelly kishte një vëlla binjak identik, Mark Kelly, që ishte gjithashtu astronaut, por që kishte qëndruar në tokë, ndërsa Scott ishte në hapësirë për një vit. Për herë të parë, shkencëtarët mund të krahasonin drejt për drejt efektet e hapësirës në dy njerëz me gjenom identik. Rezultatet ishin mahnitse. Jo vetëm që truri I Scott kishte ndryshuar strukturalisht, por edhe shprehja e gjineve të tij kishte ndryshuar. Disa gjene që kontrollojnë sistemin imunitar, riparimin e ADN-s dhe metabolizmin kishin ndryshuar aktivitetin e tyre. Ishte sikur hapësira kishte rishkruar jo vetëm trurin e tij, por edhe kodin biologjik që e bën atë që është. Tani le të kthehemi te pyetja që duhet të na shqetësojë të gjithëve. Nëse një vit në hapësirë shkakton ndryshime kaq dramatike, çfarë do të bëjë një udhëtim 3 vjeçar në Mars? Doktoresha Van Ombergen është e sinqertë. Ne thjesht nuk e dim. Të gjitha të dhënat tona janë nga misione që zgjasin maksimumi një vit. Një udhëtim në Mars do të jetë 3 herë më I gjatë. A janë ndryshimet lineare, do me thënë 3 herë më të mëdha? Apo ka një prag pas të cilit ndryshimet bëhen eksponenciale? A ka një pikë ku truri nuk mund të kthehet më? Këto janë pyetje pa përgjigje. Dhe kjo është arsyeja pse disa shkencëtarë argumentojnë se para se të dërgojmë njerëz në Mars, duhet të kryejmë eksperimente më të gjata në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Por ka një problem. Stacioni ndërkombëtar hapësinor është në orbitë të ulët toksore vetëm 400 km mbi sipërfaqen e tokës. Ai është ende brenda magnetosferës së tokës, mburojës magnetike që na mbron nga rrezatimi kozmik. Në një udhëtim në Mars, astronautët do të jenë jashtë kësaj mbrojtjeje. Ata do të ekspozohen ndaj niveleve shumë më të larta të rrezatimit. Dhe rrezatimi kozmik ka efekte të veta në trurin. Studimet në minj kanë treguar se rrezatimi kozmik mund të dëmtojë neuronët, të shkaktojë inflamacion në tru dhe të përshpejtojë proceset që ngjajnë me sëmundjen e Alzheimerit. Kombinimi I mungesës së gravitetit dhe rrezatimit kozmik mund të krijojë një stuhi të përsosur për trurin njerëzor. Profesori Francis Cucinotta, ish kryeshkencëtari I rrezatimit në NASA dhe tani në Universitetin e Nevada, ka kalkuluar se gjatë një udhëtimi në Mars, astronautët do të marrin një dozë rrezatimi që është rreth 500 herë më e lartë se ajo që një person mesatar merr në tokë gjatë një viti. Kjo dozë është mjaft e lartë për të rritur ndjeshëm rrezikun e kancerit, por edhe për të shkaktuar dëmtime në sistemin nervor qendror. Cucinotta thotë: "Ne po flasim për një skenar ku astronautët mund të kthehen nga Marsi me tru që janë fizikisht të ndryshuar nga mungesa e gravitetit dhe kimikisht të dëmtuar nga rrezatimi. A do të jenë ata ende ata vetë? Kjo është një pyetje filozofike, po aq sa shkencore. Dhe kjo na çon te një pyetje edhe më thelbësore. Çfarë do të thotë të jesh ti vetë kur truri yt, organi që krijon vetdijen, kujtesën, personalitetin tënd, ka ndryshuar në mënyrë fundamentale? Disa astronautë raportojnë se pas udhëtimeve të gjata në hapësirë, ata ndihen si versione pak të ndryshme të vetes së tyre. Ata përshkruajnë ndryshime të vogla në temperamentin e tyre, në mënyrën se si reagojnë ndaj stresit, madje edhe në preferencat e tyre. A janë këto ndryshime thjesht psikologjike, rezultati përvojës së jashtëzakonshme të qenit në hapësirë, apo janë pasojë ndryshimeve fizike në trurin e tyre? Doktori Zu Julenburg beson se të dyja janë të vërteta. Truri dhe mendja nuk janë të ndara. Çdo ndryshim fizik në trurin shkakton ndryshime në përvojën subjektive. Veana Sjeltas. Përvojat e reja krijojnë ndryshime fizike në tru. Në hapësirë ju keni të dyja në të njëjtën kohë. Ndryshime fizike drastike nga mungesa e gravitetit dhe rrezatimi, plus përvojën psikologjike të jashtëzakonshme të pamurit tokën nga larg, të qenit I izoluar, të jetuarit në një mjedis artificial. Këto faktor ndërveprojnë në mënyra që ne sapo po fillojmë t'i kuptojmë.
Në laboratorin e tij, Zu Julenburg më tregoi një vizualizim tredimensional të trurit të një astronauti, ku ndryshimet para dhe pas misionit ishin të theksuara me ngjyra. Zonat e kuqe tregonin zona ku vëllimi i trurit kishte zvogëluar. Zonat blu tregonin zona ku kishte rritur. Ajo që më goditi ishte se ndryshimet nuk ishin të rastësishme. Ato ndiqnin një model. Zonat që kishin të bënin me orientimin hapsinor në një mjedis me gravitet, si cerebeli dhe korteksi vestibular, ishin kryesisht të kuqe. Zonat që kishin të bënin me përpunimin vizual dhe koordinimin në 3 dimensione ishin kryesisht blu. Ishte sikur truri kishte vendosur. Në këtë mjedis të ri, këto aftësi janë më pak të rëndësishme dhe këto të tjera janë më të rëndësishme. Le të rialokoj burimet. Por kjo rialokimi ka pasoja. Kur astronautët kthehen në tokë, ata duhet të mësojnë përsëri se si të funksionojnë në një mjedis me gravitet, dhe truri i tyre, që sapo është përshtatur me hapësirën, duhet të përshtatet përsëri. Disa astronautë raportojnë se kjo përshtatje e dytë është edhe më e vështirë se e para. Një astronaut më tha: "Kur shkova në hapësirë, e dija se do të ishte e çuditshme. Isha i përgatitur mendërisht. Por kur u ktheva në tokë, prisja që gjithçka të ishte normale, nuk ishte. Për javë çdo herë që lëshoja diçka, befasohesha kur ajo binte. Truri im kishte harruar gravitetin." Në vitin 2021, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh nga Universiteti i Pensilvanisë filloi të studiojë diçka që askush nuk e kishte marrë parasysh më parë. Çfarë ndodh me trurin e astronautëve gjatë gjumit në hapësirë? Doktoresha Mathias Basner, profesoreshe psikiatrisë së gjumit, instaloi sensor të veçantë në dhomën e gjumit të 5 astronautëve në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Ajo zbuloi se pa gravitetin që e mban lëngun cerebrospinal në vend, truri vazhdon të lëviz edhe gjatë gjumit. Çdo herë që astronauti kthehet në gjumë, truri i tij rrëshqet pak më lart. Çdo herë që ai merr frymëthel, presioni i lëngut ndryshon. Gjatë një nate gjumi, truri mund të lëviz disa milimetra në drejtime të ndryshme. Imagjinoni se po përpiqeni të flini, por jashtë juaj lëviz vazhdimisht. Kjo është ajo që i ndodh trurit në hapësirë, por ju nuk e ndjeni, sepse kafka juaj lëviz bashkë me të. Basner zbuloi se kjo lëvizje konstante ndikon në cilësinë e gjumit. Astronautët në hapësirë flen mesatarisht 1 orë më pak se në tokë, por nuk është vetëm sasia, është edhe cilësia. Fazat e gjumit të thellë, kur truri pastron toksinat që grumbullohen gjatë ditës, janë më të shkurtra dhe më të shpërndara. Sistemi limfatik i trurit, një rrjet kanalesh mikroskopike që funksionon si sistemi i kanalizimeve të trurit, varet nga graviteti për të funksionuar siç duhet. Pa gravitet, ky sistem bëhet më pak efikas. Toksinat që normalisht do të largoheshin gjatë gjumit fillojnë të grumbullohen, dhe këto tokina përfshijnë proteina që, kur grumbullohen në sasi të mëdha, lidhen me sëmundje neurodegenerative si Alzheimeri dhe Parkinsoni. Tani le të kthehemi te studimi i binjakëve. Kelly, eksperimenti që na dha të dhënat më të detajuara që kemi ndonjëherë për efektet e hapësirës në trupin njerëzor. Kur Scott Kelly u kthye nga viti i tij në hapësirë, ai ishte 5 cm më i gjatë se vëllai i tij, Mark. Kjo nuk ishte surprizë. Pa gravitetin që ngjesh shtyllën kurrizore, astronautët zakonisht rriten disa centimetra. Por ajo që ishte surprizë ishte se kjo zgjatje nuk ishte e barabartë në të gjithë trupin. Qafa e Scottit ishte zgjatur më shumë se pjesët e tjera, dhe kjo do të thotë se distanca ndërmjet trurit dhe shtyllës kurrizore kishte ndryshuar. Lëngu cerebrospinal që rrjedh ndërmjet trurit dhe palcës kurrizore papritmas kishte një rrugë më të gjatë për të udhëtuar. Presioni i këtij lëngu, që është kritik për shëndetin e trurit, kishte ndryshuar. Doktori Ajit Kumar Mulavara, shkencëtar në Institutin e Shkencave dhe Teknologjisë Hapësinore në Houston, studioi se si këto ndryshime në presionin e lëngut cerebrospinal ndikojnë në funksionimin e trurit. Ai zhvilloi një seri testesh që matën shpejtësinë e reagjimit, aftësinë për të marrë vendime në presion dhe aftësinë për të koordinuar lëvizje komplekse. Ai testoi astronautët përpara se të niseshin në hapësirë, gjatë qëndrimit të tyre atje dhe pas kthimit. Rezultatet treguan një model shqetësues. Sa më gjatë që astronautët qëndronin në hapësirë, aq më ngadalë bëheshin në këto teste. Por më shqetësuese ishte se edhe muaj pas kthimit në tokë,
performanca e tyre nuk kthehej plotësisht në nivelin e mëparshëm. Disa aftësi, veçanërisht ato që kërkojnë koordinim të shpejtë ndërmjet syve dhe duarve, mbeteshin të dëmtuara. Mulavara më shpjegoi: truri është një organ i jashtëzakonshëm plastik. Ai mund të përshtatet me pothuajse çdo mjedis, por kjo plasticitet ka një kosto. Çdo herë që truri ristrukturohet për t'u përshtatur me një mjedis të ri, ai humbet disa nga optimizimet që kishte për mjedisin e vjetër. Është si të rishkruash një program kompjuterik për të funksionuar në një sistem operativ të ri. Programi do të funksionojë, por disa nga veçoritë e vjetra mund të humbasin ose të bëhen më pak efikase. Në laboratorin e tij, Mulavara më tregoi video të një astronauti duke kryer një detyrë të thjeshtë, të kap një top që hidhet në një robot. Në tokë, përpara misionit, astronauti e kapte topin pothuajse çdo herë. Pas 6 muajsh në hapësirë, ai e kapte vetëm në gjysmën e rasteve. Truri i tij kishte humbur aftësinë për të parashikuar saktësisht se ku do të ishte topi në një moment të caktuar, një aftësi që varet nga një kuptim intuitiv i gravitetit. Por ndoshta zbulimi më shqetësues erdhi nga një studim i publikuar në vitin 2023 nga Universiteti Shtetëror i Floridës. Profesoresha Lisa Elkin dhe ekipi i saj studiuan mostrat e gjakut të 30 astronautëve të marra përpara, gjatë dhe pas misioneve hapësinore. Ata ishin duke kërkuar biomarker, molekula në gjak që tregojnë çfarë po ndodh në tru. Ajo që gjetën ishte alarmante. Nivelet e një proteine të quajtur tau, e njohur për rolin e saj në sëmundjen e Alzheimerit, ishin rritur ndjeshëm te astronautët që kishin qëndruar më shumë se 6 muaj në hapësirë. Proteina tau normalisht ndihmon në stabilizimin e strukturës së brendshme të neuronëve, por kur ajo grumbullohet në sasi të mëdha, ajo bëhet toksike dhe fillon të dëmtojë vetë qelizat që supozohet të mbrojë. Elkin ishte e kujdesshme të mos shkaktonte panik. Ne nuk po themi se astronautët po zhvillojnë Alzheimer, por po shohim një model që ngjan me fazat e hershme të proceseve neurodegenerative. Pyetja është: a janë këto ndryshime të përkohshme që kthehen në normale pas kthimit në tokë, apo janë fillimi i një procesi afatgjatë që mund të ketë pasoja dekada më vonë? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, NASA filloi një studim afatgjatë që do të ndjek astronautët për 20 vjet pas misioneve të tyre. Por rezultatet e plota nuk do të jenë gati deri në vitin 2043. Ndërkohë, ne po planifikojmë misione në Mars pa ditur plotësisht çfarë pasojash afatgjata mund të kenë në shëndetin e trurit. Le të shqyrtojmë tani një aspekt që rrallë diskutohet: ndikimin e hapësirës në emocionet dhe shëndetin mendor. Doktori Nick Kanas, psikiatër në Universitetin e Kalifornisë në San Francisco, ka intervistuar qindra astronaut dhe kozmonaut për përvojat e tyre emocionale në hapësirë. Ai zbuloi se rreth 20% e astronautëve përjetojnë atë që ai e quan fenomenin e përmbysjes. Një moment kur ata shikojnë tokën nga larg dhe papritmas kuptojnë se çdo gjë që kanë njohur ndonjëherë, çdo person që kanë dashur ndonjëherë, çdo vend që kanë vizituar ndonjëherë, është në atë top të vogël blu që noton në errësirën e hapësirës. Disa astronautë përshkruajnë këtë si përvojën më të thellë shpirtërore të jetës së tyre. Të tjerë përshkruajnë si tronditse dhe shqetësuese. Por Kanas zbuloi diçka më të thellë. Kjo përvojë emocionale nuk është thjesht psikologjike. Ajo korespondon me ndryshime të matshme në aktivitetin e trurit. Kur astronautët përshkruajnë fenomenin e përmbysjes, skanet e trurit tregojnë aktivitet të shtuar në korteksin prefrontal medial, një zonë e trurit që lidhet me vetreflektimin dhe kuptimin e vendit ton në botë. Por gjithashtu tregojnë aktivitet të zvogluar në amigdal, zona që përpunon frikën dhe anktin. Është sikur truri vendos. Kjo përvojë është kaq e madhe sa frika normale nuk ka më kuptim. Dhe këto ndryshime në aktivitetin e trurit mund të zgjatin muaj pas kthimit në tokë. Astronauti i pensionuar Ron Garan, që ka qëndruar 6 muaj në stacionin ndërkombëtar hapësinor, e përshkruan kështu: kur u ktheva në tokë, gjithçka më dukej e vogël. Jo fizikisht e vogël, por e parëndësishme. Problemet që më shqetësonin përpara se të shkoja në hapësirë, karriera, parat, statusi social, papritmas më dukeshin absurde.
Kam parë të gjithë planetin nga larg. Kam parë se sa i brisht dhe i bukur është. Si mund të shqetësohem për gjëra kaq të vogla? Por Garan gjithashtu pranon se kjo ndryshim në perspektiv erdhi me një kosto. Ishte e vështirë të rintegrohesha në jetën normale. Njerëzit rreth meje ende shqetësoheshin për gjëra që mua më dukeshin të parëndësishme. Ndihesha i shkëputur, sikur isha në një botë të ndryshme nga të gjithë të tjerët. Tani le të shqyrtojmë një pyetje praktike. Çfarë po bën NASA për të zbutur këto efekte? Doktori Michael Stenger, shkencëtar në Qendrën Hapësinore Johnson, drejton një program që zhvillon kundër masave, mënyra për të mbrojtur trurin e astronautëve nga efektet e hapësirës. Një nga qasjet më premtuese është përdorimi i centrifugës, një pajisje që rrotullohet për të krijuar gravitet artificial. Ideja është e thjeshtë. Nëse mungesa e gravitetit shkakton problemet, atëherë krijimi i gravitetit artificial duhet të zgjidhë ato. Por zbatimi është shumë më kompleks. Një centrifugë mjaft e madhe për të strehuar një njeri dhe mjaft e shpejt për të krijuar gravitet artificial do të ishte e rëndë dhe e kushtueshme për të dërguar në hapësirë. Stenger dhe ekipi i tij po testojnë një qasje alternative, centrifuga e shkurtër radius. Në vend që të rrotullojë të gjithë trupin, kjo pajisje rrotullon vetëm pjesën e poshtme të trupit, ndërsa koka mbetet relativisht e palvizur. Ideja është të krijojë një gradient graviteti, më shumë gravitet në këmbë, më pak në kokë, që ngjason me atë që përjetojmë në tokë. Testet e para në tokë janë premtuese. Subjektet që përdorin centrifugën për 30 minuta në ditë tregojnë ndryshime më të vogla në shpërndarjen e lëngut cerebrospinal. Por ende nuk e dim nëse kjo do të funksionojë në hapësirë ku trupi është duke u përshtatur me një mori faktorësh të tjerë, njëkohësisht. Një qasje tjetër që po eksplorohet është farmakologjike. Doktoresha Patricia Reuter-Lorenz nga Universiteti i Michiganit po studion nëse ilaçe të caktuara mund të mbrojnë trurin nga efektet e hapësirës. Ajo po teston një klas ilaçesh të quajtura neuroprotektor, substanca që ndihmojnë neuronët të mbijetojnë në kushte stresuese. Disa nga këto ilaçe tashmë përdoren për të trajtuar sëmundje si Parkinsoni dhe skleroza multiple. Ideja është se nëse këto ilaçe mund të mbrojnë neuronët nga dëmtimi në këto sëmundje, ata mund të mbrojnë gjithashtu neuronët nga stresi i hapësirës. Por ka një problem. Shumica e këtyre ilaçeve kanë efekte anësore që mund të jenë të rrezikshme në hapësirë. Një ilaç që shkakton marramendje në tokë mund të jetë katastrofik në një mjedis ku orientimi hapësinor është tashmë i komprometuar. Reuter-Lorenz po eksploron gjithashtu ase jo farmakologjike. Një nga më premtueset është trajnimi kognitiv, ushtrime mendore që forcojnë zonat e trurit që janë më të prekshme nga hapësira. Ajo ka zhvilluar një seri lojërash kompjuterike që trajnojnë aftësinë hapësinore, kujtesën e punës dhe shpejtësinë e përpunimit. Astronautët që luajnë këto lojëra për 1 orë në ditë gjatë misioneve të tyre tregojnë performancë më të mirë në testet kognitive pas kthimit. Por edhe këtu, efekti është i pjesshëm. Trajnimi mund të ngadalsojë degradimin, por nuk mund ta ndalojë plotësisht. Ndërkohë, inxhinierët po mendojnë për zgjidhje më radikale. Një propozim është ndërtimi i anijeve hapësinore që rrotullohen për të krijuar gravitet artificial përmes forcës centrifugale. Imagjinoni një rrotë të madhe që rrotullohet në hapësirë. Njerëzit që ecin në pjesën e brendshme të rrotës do të ndihen sikur ka gravitet, sepse rrotullimi i shtyp ata drejt murit të jashtëm. Kjo nuk është shkencë fantazi. Fizika është e mirë kuptuar dhe teknologjia është e mundur. Problemi është kostoja. Një anije e tillë do të ishte shumë më e madhe dhe më e rëndë se çdo gjë që kemi ndërtuar ndonjëherë. Dhe sa më e madhe të jetë anija, aq më e vështirë dhe më e shtrenjtë është ta nisësh nga toka. Por disa inxhinierë argumentojnë se për një mision në Mars, kostoja shtesë do të justifikohej nga përfitimet. Doktori Robert Zubrin, inxhinier aerohapësinor dhe themelues i shoqatës së Marsit, ka propozuar një dizajn ku anija përbëhet nga 2 module të lidhura me një litar të gjatë. Ndërsa anija udhton drejt Marsit, 2 modulet rrotullohen rreth një qendre të përbashkët duke krijuar gravitet artificial në të dyja. Zubrin argumenton se kjo do të kushtonte vetëm rreth 10% më shumë se një dizajn konvencional, por do të eliminonte shumicën e problemeve shëndetësore të lidhura me mungesën e gravitetit.
Megjithatë, NASA ende nuk ka vendosur nëse do ta përfshijë këtë teknologji në planet e saj për Mars. Le të shqyrtojmë tani një dimension tjetër të problemit, ndikimin e hapësirës në perceptimin e kohës. Doktori Bin Yin nga Universiteti Teknologjik Nanyang në Singapur studioi se si astronautët përjetojnë kalimin e kohës në hapësirë. Ai u kërkoi astronautëve të vlerësonin sa kohë kishte kaluar gjatë detyrave të ndryshme, pa pasur akses në orë. Zbulimi ishte i habitshëm. Në hapësirë, njerëzit nënvlerësojnë kohën. Një detyrë që zgjat 10 minuta ndjehet sikur ka zgjatur vetëm 7 ose 8 minuta. Kjo nuk është thjesht një iluzion subjektiv. Ajo korespondon me ndryshime në aktivitetin e zonave të trurit që përpunojnë kohën. Yin zbuloi se cerebeli, i njëjti rajon që zvoglohet në hapësirë, luan një rol kritik në perceptimin e kohës. Kur cerebeli zvoglohet, aftësia për të gjykuar me saktësi kalimin e kohës dobësohet. Kjo mund të tingelojë si një kurreshtje shkencore, por ka pasoja praktike serioze. Imagjinoni një astronaut që duhet të kryejë një manovër kritike që kërkon kohëzim të saktë. Nëse perceptimi i tij i kohës është i shtrembruar, ai mund të bëjë gabime që mund të jenë fatale. Yin po punon me NASA për të zhvilluar trajnime që ndihmojnë astronautët të kompensojnë për këtë shtrembrim, por është një sfidë e vështirë. Një aspekt tjetër që rrallë diskutohet është ndikimi i izolimit social në trurin. Doktoresha Candice Alfano nga Universiteti i Houstonit studioi se si izolimi afatgjat, si ai që do të përjetojnë astronautët në një udhëtim në Mars, ndikon në strukturën e trurit. Ajo përdori të dhëna nga njerëz që kanë jetuar në kushte të izoluara për periudha të gjata, si stacionet kërkimore në Antarktidë dhe në Ndecet. Ajo zbudoi se pas disa muajsh izolimi, hipokampusi, zona e trurit që është kritike për kujtesën dhe navigimin hapësinor, fillon të zvoglohet. Sa më i gjatë izolimi, aq më i madh zvoglimi. Dhe kjo zvoglim korespondon me vështirësi në formimin e kujtesave të reja dhe në navigimin në mjediset e panjohura. Alfano shpjegon se hipokampusi është veçanërisht i ndjeshëm ndaj stimulimit social. Kur ne ndërveprojmë me njerëz të tjerë, hipokampusi aktivizohet për të koduar informacion për kontekstin social. Kush ishte atje, çfarë than, si u ndjen. Pa këtë stimulim të rregullt, hipokampusi fillon të atrofizohet, si një muskull që nuk përdoret. Në një mision në Mars, ku ekuipazhi do të jetë i kufizuar në një grup të vogël njerëzish për 3 vjet, kjo mund të bëhet një problem serioz. Alfano po punon me NASA për të zhvilluar protokolle që maksimizojnë ndërveprimet sociale cilësore edhe në kushte të izolimit ekstrem. Por ndoshta sfida më e madhe është diçka që shkencëtarët e quajnë efekti kumulativ. Çdo faktor që kemi diskutuar, mungesa e gravitetit, rrezatimi, izolimi, ndryshimet në ritmin e gjumit, ka efektet e veta në tru. Por kur të gjithë këta faktorë veprojnë së bashku për 3 vjet, efekti total mund të jetë shumë më i madh se shuma e efekteve individuale. Doktori Anil Rai nga Universiteti i Kalifornisë në San Francisco po përpiqet të modelojë këtë efekt kumulativ duke përdorur inteligjencën artificiale. Ai ka futur të dhëna nga qindra studime të ndryshme në një model kompjuterik që përpiqet të parashikojë se çfarë do t'i ndodhë trurit të një astronauti gjatë një misioni 3 vjeçar në Mars. Rezultatet e modelit janë shqetësuese. Rai parashikon se pas 3 vjetësh në hapësirë dhe në Mars, truri i një astronauti do të ketë ndryshuar aq shumë sa disa funksione kognitive mund të jenë të dëmtuara përhershëm. Veçanërisht të prekshme janë aftësitë që kërkojnë koordinim të shpejtë ndërmjet sistemeve të ndryshme të trurit, si aftësia për të marrë vendime të shpejta në situata komplekse. Rai thekson se ky është vetëm një model. Realiteti mund të jetë më i mirë ose më i keq. Por modeli sugjeron se ne duhet të jemi shumë më të kujdesshëm në planifikimin e misioneve afatgjata se sa kemi qenë deri tani. Kjo na çon te një pyetje etike fundamentale. A kemi të drejtë të dërgojmë njerëz në një mision që mund t'i ndryshojë ata në mënyra të pakthyeshme? Doktoresha Lori Zoloth, bioetikane në Universitetin e Chicagos, argumenton se kjo është një nga pyetjet më të vështira etike që ndeshet njerëzimi. Nga njëra anë, eksplorimi hapësinor është një nga përpjekjet më fisnike të njerëzimit, dëshira për të kuptuar vendin ton në univers. Nga ana tjetër, ne po kërkojmë nga astronautët të sakrifikojnë jo vetëm kohën dhe sigurinë e tyre, por potencialisht edhe identitetin e tyre,
sepse nëse truri juaj ndryshon në mënyrë fundamentale, a jeni ende ju? Zoloth sugjeron se ne duhet të mendojmë për astronautët e Marsit në të njëjtën mënyrë që mendojmë për pionierët që kolonizuan kontinente të reja në të kaluarën. Ata e dinin se udhëtimi do të ishte i rrezikshëm dhe se ata ndoshta nuk do të ktheheshin kurrë. Por ata zgjodhën të shkojnë gjithsesi, sepse besonin se vlente. Pyetja është, a është e mjaftueshme që astronautët të zgjedhin vullnetarisht edhe kur ne e dim se ata nuk mund të kuptojnë plotësisht pasojat afatgjata të zgjedhjes së tyre? Sepse si mund të kuptosh vërtet se çfarë do të thotë të kesh trurin tënd të transformuar kur nuk e ke përjetuar kurrë? Disa shkencëtar argumentojnë se ne duhet të presim derisa të kemi teknologji më të mira për të mbrojtur astronautët përpara se të nisim një mision në Mars. Të tjerë argumentojnë se nuk do të kemi kurrë të gjitha përgjigjet dhe se në një moment duhet të marrim rrezikun. Doktori Chris Hadfield, astronaut i pensionuar kanadez që ka komanduar stacionin ndërkombëtar hapësinor, e shpreh kështu: "Çdo gjë që ja vlen të bëhet ka rreziqe. Pyetja nuk është nëse ka rreziqe, por nëse rreziqet janë të menaçueshme dhe nëse qëllimi ja vlen. Unë besoj se eksplorimi i Marsit ja vlen, por gjithashtu besoj se kemi përgjegjësinë të jemi sa më të sinqert të mundemi me astronautët për atë që po u kërkojmë të bëjnë." Ndërkohë kërkimi vazhdon. Çdo muaj publikohen studime të reja që na japin një kuptim më të thellë të asaj që i ndodh trurit në hapësirë. Çdo muaj inxhinierët zhvillojnë teknologji të reja që mund të mbrojnë astronautët dhe çdo muaj afrojmë një hap më afër vendimit nëse jemi gati të dërgojmë njerëz në Mars. Por një gjë është e qartë, kur ata astronautë të parë të ulen në sipërfaqen e kuqe të Marsit, ata nuk do të jenë të njëjtët njerëz që u nisën nga toka. Truri i tyre do të jetë transformuar nga përvojat që kanë pasur. Dhe ne ende nuk e dim plotësisht nëse ata do të jenë në gjendje të kthehen, jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht dhe emocionale, në botën që lanë pas. Në një dhomë të errët në qendrën hapësinore Johnson në Houston, një grua me emrin Jessica Watkins qëndron e palvizur brenda një makine që duket sikur ka dalë nga një film shkencor fantastik. Kjo është centrifuga e madhe njerëzore e NASA-s, një krah metalik i gjatë 20 metra që rrotullohet në shpejtësitë e lartë duke krijuar forca që imitojnë gravitetin. Por Watkins nuk është këtu për të testuar rezistencën e saj fizike. Ajo është këtu për të testuar diçka shumë më delikate. Aftësinë e trurit të saj për të ruajtur funksionimin normal kur i nënshtrohet forcave që asnjë njeri nuk i ka përjetuar kurrë për periudha të gjata. Është viti 2025 dhe NASA po përgatitet për diçka që deri para pak vitesh dukej e pamundur. Një simulim i plot i një misioni në Mars, duke përfshirë efektet në trurin njerëzor. Doktori Michael Barrett, mjek astronaut që ka qëndruar 2 herë në stacionin ndërkombëtar hapësinor, më shpjegon se çfarë po ndodh në atë dhomë. Ne po krijojmë një profil graviteti që imiton atë që një astronaut do të përjetojë gjatë një misioni në Mars. 3 ditë të gravitetit artificial gjatë udhëtimit, pastaj muaj në gravitetin e ulët të Marsit, pastaj përsëri 3 ditë kthimi. Por nuk po testojmë vetëm trupin, po testojmë trurin. Çdo ditë Watkins kryen një seri testesh kognitive ndërsa është brenda centrifugës. Po matim se sa shpejt mund të zgjidh probleme, sa mirë mund të mbajë mend sekuenca të numrave, sa sakt mund të gjykojë distancat. Dhe po shohim diçka të mahnitshme. Truri fillon të përshtatet brenda orëve. Por kjo përshtatje nuk është pa kosto. Doktoresha Rachel Seidler nga Universiteti i Floridas që bashkëpunon me NASA në këtë projekt, ka vendosur sensor të veçantë në kokën e Watkins që matin aktivitetin elektrik të trurit në kohë reale. Ajo që po sheh në ekranet e saj është një riorganizim dramatik i mënyrës se si zonat e ndryshme të trurit komunikojnë me njëra tjetrën. Seidler më tregon grafikët. Shihni këto vija. Çdo vijë përfaqëson një lidhje ndërmjet 2 zonave të trupit. Vijat e kuqe janë lidhje që janë forcuar. Vijat blu janë lidhje që janë dobësuar. Në fillim të eksperimentit kishim një model të caktuar. Pas vetëm 3 orësh në gravitet të ndryshuar, modeli ka ndryshuar plotësisht. Truri po ristrukturohet në kohë reale.
Por çfarë do të thotë kjo ristrukturim në nivel qelizor? Për t'i u përgjigjur kësaj pyetje, NASA bashkëpunoi me laboratorin kombëtar Lawrence Berkeley në Kaliforni për të kryer një eksperiment që tinglon si shkencë fantazi. Ata morën qeliza nervore njerëzore, të rritura në laborator nga qeliza am, dhe i dërguan në stacionin ndërkombëtar hapësinor. Për 6 muaj, këto neurone u rritën në kushte të mungesës së gravitetit, ndërsa një grup kontrolli u rrit në tokë. Kur qelizat u kthyen dhe u analizuan, diferenca ishte dramatike. Neuronët që u rritën në hapësirë kishin zhvilluar degëzime më të gjata, dendrit që lidhin neuronët me njëri tjetrin, por këto degëzime ishin më të dobta dhe më pak të qëndrueshme. Ishte sikur neuronët po përpiqeshin të kompensojnë për mungesën e gravitetit duke krijuar më shumë lidhje, por cilësia e këtyre lidhjeve ishte e kompromentuar. Doktori Gary Strangman nga Universiteti i Harvardit që analizoi këto qeliza e shpjegon kështu. Imagjinoni një pemë që rritet në erë të fortë konstante. Ajo do të zhvillojë degë më të shumta për të mbajtur ekuilibrin, por këto degë do të jenë më të dobta se ato të një peme që rritet në kushte normale. Kjo është ajo që po i ndodh neuronëve në hapësirë. Ata po përpiqen të përshtaten, por përshtatja nuk është optimale. Dhe kur këto neurone kthehen në gravitet normal, ata duhet të përshtaten përsëri. Disa prej tyre nuk mbijetojnë këtë përshtatje të dytë. Kjo zbulim ka pasoja të thella. Nëse neuronët po vdesin gjatë procesit të përshtatjes me gravitetin, atëherë çdo udhëtim në hapësirë mund të shkaktojë një humbje të vogël por të përhershme të qelizave nervore. Dhe ndryshe nga shumica e qelizave në trupin ton, neuronët nuk zvendësohen kur vdesin. Por NASA nuk po qëndron duar kryq. Në vitin 2024, ata filluan një program ambicioz të quajtur Project Neuroplasticitet, një përpjekje për të zhvilluar trajnime që mund të ndihmojnë trurin të përshtatet më mirë me hapësirën. Doktoresha Jiri De Dios nga Qendra Hapësinore Johnson drejton këtë projekt. Ajo më çon në një dhomë plot me pajisje që duken si një kombinim ndërmjet një sallë stërvitjeje dhe një laboratori shkencor. Kjo është ajo që ne e quajmë palestër për trurin, më thot ajo. Çdo pajisje këtu është dizajnuar për të trajnuar një aspekt specifik të funksionimit të trurit që dihet se kompromentohet në hapësirë. Ajo më tregon një pajisje që duket si një karrige e montuar në një platformë që lëviz në të gjitha drejtimet. Kjo quhet stimulator vestibular multiaksial. Ajo lëviz në mënyra të paparashikueshme, duke detyruar trurin të rikalibrojë vazhdimisht kuptimin e tij të ekuilibrit. Astronautët që përdorin këtë pajisje për 30 minuta në ditë për 3 muaj përpara se të shkojnë në hapësirë, tregojnë përshtatje shumë më të shpejtë me mungesën e gravitetit. UQUOTE 63. De Dios më tregon të dhënat. Astronautët që kanë kryer këtë trajnim përjetojnë sëmundjen e hapësirës për mesatarisht 2 ditë, krahasuar me 5 deri në 7 ditë për ata që nuk e kanë kryer. Por më e rëndësishmja, skanet e trurit tregojnë se ndryshimet strukturore në cerebel janë rreth 30% më të vogla. Por edhe kjo nuk është e mjaftueshme për një mision 3 vjeçar në Mars. Për këtë, NASA po eksploron një qasje krejtësisht të re, modifikimi i vetë mjedisit hapësinor për ta bërë atë më pak dëmtues për trurin. Inxhinieri aerohapësinor Tom Jones, që ka qenë 4 herë në hapësirë, po punon në dizajnin e një anije që do të krijojë atë që ai e quan gravitet të ndryshëm. Ideja është e thjeshtë, më shpjegon ai. Në vend që të kemi zero gravitet ose gravitet të plot artificial, ne krijojmë zona të ndryshme me nivele të ndryshme graviteti. Zona e gjumit ka gravitet më të lartë, rreth 80% të gravitetit toksor, për të ndihmuar trurin të pastrojë toksinat gjatë natës. Zona e punës ka gravitet më të ulët, rreth 20%, për të lehtësuar lëvizjen. Dhe ka një zonë me zero gravitet për stërvitje dhe përshtatje. Prototipi i kësaj anijeje po ndërtohet në një hangar të madh në qendrën hapësinore Kennedy në Florida. Kur e vizitova, u mahnitën nga kompleksiteti i dizajnit. Anija përbëhet nga 3 cilindra koncentrik që rrotullohen me shpejtësi të ndryshme. Cilindri i jashtëm rrotullohet më shpejt, duke krijuar gravitet më të lartë. Cilindri i mesëm rrotullohet më ngadalë dhe cilindri i brendshëm nuk rrotullohet fare,
duke mbajtur zero gravitet. Astronautët mund të lëvizin ndërmjet cilindrave në varësi të asaj që po bëjnë. Jones më thot, kjo nuk është vetëm për rehatin, kjo është për mbijetesën e trurit. Të dhënat tona tregojnë se ekspozimi i vazhdueshëm ndaj zero gravitetit është ajo që shkakton dëmtimin më të madh. Por nëse mund t'i japim trurit të paktën disa orë në ditë me gravitet të pjesshëm, dëmtimi reduktohet ndjeshëm. Por ndërtimi i një anijeje të tillë kërkon një revolucion në teknologjinë e nisjes hapësinore. Anija do të ishte shumë e madhe për të nisur në një copë nga toka. Në vend të kësaj, ajo do të duhej të ndërtohej në orbit, copë për copë. Kjo do të kërkonte vjetra nisje të raketave që transportojnë komponent. Kostoja do të ishte astronomike. Vlerësimet fillestare flasin për rreth $200 miliard. Por Robert Zubrin, që kam përmendur më parë, argumenton se kjo është e vetmja mënyrë për të bërë një mision në Mars që është vërtet i sigurt për astronautët. Ne mund të dërgojmë njerëz në Mars me teknologjinë aktuale, thot ai, por ata do të arrijnë atje me tru të dëmtuar. A ja vlen? Unë them jo. Më mirë të presim 10 vjet dhe ta bëjmë siç duhet. Por jo të gjithë janë dakord. Elon Musk, themeluesi SpaceX, ka një vizion krejtësisht të ndryshëm. Ai beson se duhet të dërgojmë njerëz në Mars sa më shpejt të jetë e mundur. Edhe nëse kjo do të thotë të pranojmë rreziqe më të mëdha. Njerëzit që do të shkojnë në Mars e dinë se është e rrezikshme, ka thënë ai në një intervistë. Quote 78. Ata janë pionier, dhe pionierët gjithmonë kanë marrë rreziqe. Nëse presim derisa të kemi eliminuar çdo rrezik, nuk do të shkojmë kurrë. Quote 79. Kjo debat nuk është vetëm teknike, ajo është thelbësisht filozofike. Sa rrezik jemi të gatshëm të pranojmë në emër të eksplorimit? Dhe kush vendos? Shkencëtarët, inxhinierët, politikanët apo vetë astronautët? Ndërkohë, kërkimi vazhdon në drejtime të reja dhe të papritura. Një nga më premtueset është përdorimi i stimulimit elektrik të trurit për të ndihmuar në përshtatjen me hapësirën. Doktoresha Vince Clark nga Universiteti i New Mexicos ka zhvilluar një pajisje të vogël që vendoset në kokë dhe dërgon impulse elektrike të dobta në zona specifike të trurit. Kjo teknik, e quajtur stimulim transkranial me rrymë të drejtë për drejtë ose TDCS, ka treguar rezultate premtuese në përmirësimin e të mësuarit dhe kujtesës. Clark po teston nëse ajo mund të ndihmojë gjithashtu trurin të përshtatet më shpejt me mungesën e gravitetit. Në një studim pilot me 10 vullnetar, Clark i vendosi ata në shtretër për 7 ditë, një mënyrë për të simuluar disa nga efektet e mungesës së gravitetit në trupin. Gjysma e vullnetarëve përdorën pajisjen TDCS për 20 minuta në ditë, ndërsa gjysma tjetër përdorën një pajisje placebo. Rezultatet ishin befasuese. Grupi që përdori TDCS tregoi ndryshime shumë më të vogla në vëlimin e trurit dhe performancë më të mirë në testet kognitive. Clark është e kujdesshme të mos premtoj shumë. Kjo është ende shumë eksperimentale. Ne nuk e dim nëse do të funksionojë në hapësirë reale, ku ka shumë faktorë të tjerë në lojë, por është një drejtim premtues. Njerëz që po eksplorohen janë ata që kanë një aftësi të veçantë për të kuptuar se si funksionon truri. Doktori Daniel Zafir nga Universiteti i Colorados ka krijuar një program realiteti virtual që simulon mjedisin e Marsit me detaje të jashtëzakonshme. Astronautët që përdorin këtë program për disa orë në javë fillojnë të zhvillojnë atë që Zafir e quan kujtesë hapësinore marsiane, një kuptim intuitiv të asaj se si të lëvizësh dhe të orientohesh në gravitetin e ulët të Marsit. Truri është i jashtëzakonshëm në krijimin e hartave mendore të mjediseve, shpjegon Zafir. Nëse mund t'i japim trurit një hartë të Marsit përpara se astronauti të arrijë atje, përshtatja do të jetë shumë më e shpejtë. Por ndoshta zhvillimi më revolucionar vjen nga një fushë krejtësisht e re, neuroteknologjia. Kompania Neuralink, e themeluar nga Elon Musk, po zhvillon ndërfaqe tru kompjuter që mund të lehtësojnë dhe të stimulojnë aktivitetin e trurit me saktësi të paparë. Ndërsa teknologjia është ende në fazat e hershme, disa shkencëtarë spekulojnë se në të ardhmen astronautët mund të kenë implantime që monitorojnë vazhdimisht shëndetin e trurit të tyre dhe ndërhyjnë kur zbulojnë probleme. Imagjinoni një implant që zbuloi se një zonë e trurit po fillonte të atrofizohet
dhe automatikisht e stimulonte atë zonë për të parandaluar dëmtimin. Kjo tingëllon si shkencë fantazi, por prototipet e hershëm tashmë po testohen në kafsh. Megjithatë, kjo teknologji ngre pyetje etike të reja. Nëse një astronaut ka një implant që mund të ndikojë në funksionimin e trurit të tij, kush kontrollon atë implant? Çfarë ndodh nëse ka një keq funksionim? Dhe më thelbësore, nëse truri i një astronauti po modifikohet nga një pajisje elektronike, a është ai ende plotësisht njeri? Doktoresha Zoloth, bioetikanea që përmenda më parë, argumenton se këto janë pyetje që duhet t'i përgjigjemi përpara se të fillojmë të përdorim këto teknologji. Ne po flasim për ndërhyrje në organin që na bën atë që jemi, thot ajo. Kjo nuk është si të vendosësh një zemër artificiale. Kjo është të ndryshosh vetë bazën e identitetit njerëzor. Ndërkohë, në një laborator në Institutin Teknologjik të Massachusettsit, neuroskencistja Polina Anikeva po punon në një qasje krejtësisht të ndryshme. Në vend që të përpiqemi të mbrojmë trurin nga hapësira, pse të mos e bëjmë trurin më rezistent? Anikeva po studion një fenomen të quajtur __preconditioning__preconditioning__quote__quote_95_. Ideja se ekspozimi i kontrolluar ndaj stresit mund të bëjë trurin më të fortë. Ajo ka zbuluar se minjt që ekspozohen ndaj periudhave të shkurtra të mungesës së gravitetit, duke përdorur fluturime parabolike që krijojnë disa sekonda zero gravitet, zhvillojnë një lloj rezistence. Kur më vonë ekspozohen ndaj periudhave më të gjata të mungesës së gravitetit, trurit e tyre tregojnë ndryshime më të vogla se ata të minjve që nuk janë prekondicionuar. Anikeva beson se e njëjta qasje mund të funksionojë te njerëzit. Imagjinoni një program trajnimi ku astronautët ekspozohen gradualisht ndaj periudhave gjithnjë më të gjata të mungesës së gravitetit, thot ajo. Fillojmë me disa minuta, pastaj orë, pastaj ditë. Çdo herë truri përshtatet pak më shumë. Deri në kohën që ata shkojnë në një mision të vërtet, trurit e tyre janë tashmë të trajnuar për të përballuar stresin. NASA po konsideron seriozisht këtë qasje. Ata po planifikojnë një seri misionesh të shkurtra në stacionin ndërkombëtar hapësinor, secila duke zgjatur pak më shumë se e mëparshmja, si përgatitje për misionin eventual në Mars. Por edhe me të gjitha këto teknologji dhe strategji, mbetet një e vërtet themelore. Ne nuk mund të eliminojmë plotësisht rrezikun. Truri njerëzor evoluoi për të funksionuar në gravitetin e tokës. Kur e heqim atë gravitet për periudha të gjata, po eksperimentojmë me vetë natyrën e asaj që do të thotë të jesh njeri. Doktori Barrett, mjeku astronaut, e shpreh kështu: çdo astronaut që shkon në Mars do të jetë një eksperiment. Ne do të mësojmë nga përvoja e tyre. Dhe ajo që mësojmë do të ndihmojë astronautët e ardhshëm. Por ata të parët do të jenë pionierë në kuptimin më të vërtet të fjalës, duke eksploruar jo vetëm një planet të ri, por edhe kufijtë e qëndrueshmërisë njerëzore. Në vitin 2025, NASA shpalli emrat e 6 astronautëve që do të përbëjnë ekuipazhin e parë të misionit në Mars, i planifikuar për vitin 2033. Ndër ta ishte Jessica Watkins, gruaja që pash duke u testuar në centrifugë. Në konferencën për shtyp, një gazetare pyeti nëse ajo kishte frikë nga ndryshimet që mund t'i ndodhnin trurit të saj. Përgjigjja e saj ishte thjesht dhe e fuqishme. Sigurisht që kam frikë. Do të isha e çmendur nëse nuk do të kisha. Por kam edhe diçka më të fortë se frika. Kureshtje. Dua të di çfarë ka atje. Dua të di se çfarë mund të bëhemi ne si specie. Dhe nëse çmimi për këtë njohuri është që truri im të ndryshojë, atëherë kjo është një çmim që jam e gatshme ta paguaj. Fjalët e saj rezonuan me miliona njerëz në mbar botën. Por ato gjithashtu nxiten një debat të ri. A duhet të lejojnë njerëzit të marrin në rreziqe kaq të mëdha edhe kur ata zgjedhin vullnetarisht? Disa argumentuan se shoqëria ka përgjegjësinë të mbrojë njerëzit nga vetja e tyre. Të tjerë argumentuan se liria për të zgjedhur, edhe kur zgjedhja është e rrezikshme, është një e drejtë themelore njerëzore. Kjo debat vazhdon ende sot, pa një përgjigje të qartë. Por ndërsa debati filozofik vazhdon, puna praktike përparon.
Çdo ditë, shkencëtarë në laborator në mbar botën po zbulojnë diçka të re për atë se si truri përshtatet me hapësirën. Çdo ditë, inxhinierë po dizajnojnë teknologji të reja për të mbrojtur astronautët. Dhe çdo ditë, astronautë si Jessica Watkins po trajnohen për një udhëtim që do të testojë kufijtë e asaj që truri njerëzor mund të përbalojë. Pyetja nuk është më nëse do të shkojmë në Mars. Pyetja është kur do të arrijmë atje? A do të jemi ende ne vetë? Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, ka një të vërtet që duhet ta pranojmë. Çdo gjë që ju kam treguar deri tani tingëllon si një histori shkencore e jashtëzakonshme. Truri që lëviz brenda kafkës, neuron që ristrukturohen në hapësirë, astronaut që kthehen të ndryshuar përgjithmonë. Dhe e kuptoj plotësisht nëse një pjesë e juaj mendon, a është kjo vërtet shkencë apo thjesht sensacionalizëm? Kjo është një pyetje drejtë, sepse në epokën tonë, kur pseudoshkenca shpesh viset me rrobat e shkencës së vërtet, skepticizmi nuk është vetëm i arsyeshëm, është i nevojshëm. Pra le të xhodhem diçka që NASA nuk e reklamon me krenari. Shumë nga këto studime kanë kufizime serioze. Studimi i doktorit Zu Eulenburg, 26 astronaut. Kjo është një mostër e vogël në terma shkencor. Studimi i binjakëve Kelly, një rast i vetëm. Ju nuk mund të nxirrni përfundime universale nga një rast i vetëm, sado i dokumentuar mirë të jetë. Dhe shumica e këtyre studimeve janë observuese. Ne shohim se çfarë ndodh, por nuk mund të provokojmë eksperimente të kontrolluara për të kuptuar saktësisht pse ndodh. Sepse si mund ta bësh? Nuk mund t'i vendosësh njerëzit në hapësirë vetëm për të parë se çfarë u ndodh trurit të tyre. Por, dhe ky është një por i madh, fakti që kërkimi ka kufizime nuk do të thotë se zbulimet janë të pavlefshme. Ajo që e bën këtë shkencë të vërtet është pikërisht se shkencëtarët e pranojnë hapur këto kufizime. Kur leksoni studimet origjinale, jo artikujt e gazetave, por publikimet shkencore, çdo autor fijon me një seksion që quhet kufizimet e studimit. Ata thonë, ja çfarë nuk e dim, ja ku mund të kemi gabuar, ja çfarë duhet të studiojmë më tej. Kjo është ajo që e dallon shkencën e vërtet nga pseudoshkenca. Shkenca e vërtet pranon pasigurinë. Doktoresha Donna Roberts, që zbuloi sindromën e shikimit të lidhur me hapësirën, më tha diçka që më bëri përshtypje. Çdo herë që publikoj një studim, kam frikë. Jo sepse mendoj se të dhënat janë të gabuara, por sepse e di se njerëzit do t'i interpretojnë ato në mënyra që nuk i kisha parashikuar. Dikush do të lexojë se truri i astronautëve ndryshon dhe do të konkludojë se udhëtimet hapësinore janë të pamundura. Dikush tjetër do të lexojë të njëjtin studim dhe do të konkludojë se nuk ka problem. Të dyja janë keq interpretime. E vërteta është në mes. Ka rreziqe reale, por ka edhe mënyra për t'i menaxhuar ato rreziqe. Pra, le të jemi plotësisht të sinqertë për atë që e dim dhe atë që nuk e dim. Ne e dim me siguri se truri i astronautëve ndryshon fizikisht në hapësirë. Kjo është e dokumentuar me mira skane MRI. Ne e dim se disa nga këto ndryshime zgjasin muaj pas kthimit. Kjo është e matshme. Por çfarë nuk e dim? Nuk e dim nëse këto ndryshime janë të dëmshme në afat të gjatë. Nuk e dim nëse ato rrisin rrezikun e sëmundjeve neurodegenerative dekada më vonë. Nuk e dim nëse ka një prag, një kohë maksimale në hapësirë, pas së cilës ndryshimet bëhen të paktyeshme. Dhe më e rëndësishmja, nuk e dim se çfarë do të ndodhë gjatë një misioni 3 vjeçar në Mars, sepse askush nuk e ka bërë kurrë. Kjo pasiguri është pikrisht arsyeja pse NASA po investon miliarda dollar në kërkime. Në vitin 2026, ata filluan atë që e quajnë Projekti Horizonti i Trurit, një përpjekje 10 vjeçare për të hartuar çdo ndryshim që i ndodh trurit njerëzor në hapësirë, në nivel qelizor, molekular dhe madje edhe gjenetik. Doktori James Pavelchik, ish astronaut dhe tani drejtor shkencor i këtij projekti, e përshkruan kështu: Ne po përpiqemi të krijojmë atë që e quajmë Atlasi i trurit hapësinor, një hartë plot e asaj se si çdo rajon i trurit, çdo lloj qelize, çdo rrugë molekulare ndikohet nga mungesa e gravitetit dhe rrezatimi kozmik. Kjo është ndoshta projekti më ambicioz i neuroshkencës që është ndërmarrë ndonjëherë. Por edhe ky projekt ka kritiket e tij. Disa shkencëtarë argumentojnë se ne po fokusohemi shumë në detajet dhe po humbim pamjen e përgjithshme.
Profesori Konrad Shocik nga Universiteti i Hartfordit, filozof i shkencës, argumenton se po bëjmë pyetjen e gabuar. Pyetja nuk duhet të jetë si mund ta mbrojmë trurin nga hapësira, thot ai. Pyetja duhet të jetë a duhet njeriu të jetojë në hapësirë. Ndoshta truri njerëzor thjesht nuk është dizajnuar për këtë. Ndoshta duhet të pranojmë kufizimet tona biologjike në vend që të përpiqemi t'i tejkalojmë ato me forcë. Kjo është një pikpamje e pakëndshme për shumë njerëz në komunitetin hapësinor, por ajo meriton të merret seriozisht. Sepse çfarë po bëjmë ne në thelb? Po përpiqemi të marrim një organ që evoluoi gjatë qindra milion vitesh për të funksionuar në një mjedis specifik, sipërfaqja e tokës, me gravitetin e saj, me atmosferën e saj, me rrezatimin e saj të filtruar nga magnetosfera. Dhe po përpiqemi ta bëjmë atë të funksionojë në një mjedis krejtësisht të ndryshëm. Është sikur të merrje një peshk dhe të përpiqesh ta bësh të jetojë në shkretir. Mund të zhvillosh teknologji për ta mbajtur të lagur, për t'i dhënë oksigjen, për ta mbrojtur nga dielli. Por a do të jetë ende një peshk që lulëzon, apo thjesht një peshk që mbjeton? Megjithatë, ka një kundërargument të fuqishëm. Njeriu ka tejkalluar kufizimet biologjike gjatë gjithë historisë së tij. Ne nuk jemi dizajnuar të fluturojmë, por kemi ndërtuar aeroplan. Ne nuk jemi dizajnuar të zhytemi në thellësitë e oqenit, por kemi ndërtuar në ndece. Ne nuk jemi dizajnuar të shohim mikrobet, por kemi ndërtuar mikroskop. Pse hapësira duhet të jetë ndryshe? Doktori Berat, mjeku astronaut, e shpreh kështu: njeriu është një specie që përshtatet. Kjo është forca jonë më e madhe. Po, truri ynë evoluoi në tokë, por truri ynë gjithashtu ka aftësinë e jashtëzakonshme për të mësuar, për të ndryshuar, për të gjetur mënyra të reja për të funksionuar. Kjo plasticitet është ajo që na ka lejuar të kolonizojmë çdo cep të tokës, nga Arktiku në shkretirat, nga malet më të larta në ishujt më të izoluar. Pse të mos na lejoj të kolonizojmë hapësirën? Por ka një dallim kritik ndërmjet kolonizimit të mjediseve të ndryshme në tokë dhe kolonizimit të hapësirës. Në tokë, pavarësisht se sa ekstrem është mjedisi, graviteti mbetet konstant. Truri ynë nuk duhet të ristrukturohet në mënyrë fundamentale. Në hapësirë po, dhe kjo na çon te një pyetje që është njëkohësisht shkencore dhe filozofike. Nëse truri yt ndryshon aq shumë sa mënyra se si mendon, si ndjen, si përjeton realitetin ndryshon në mënyrë fundamentale, a je ende ti? Kjo nuk është një pyetje abstrakte. Le të shqyrtojmë rastin e kozmonautit Valeri Polyakov, që mban rekordin për qëndrimin më të gjatë të vazhdueshëm në hapësirë. 438 ditë, nga janari i vitit 1994 deri në mars të vitit 1995. Kur Polyakov u kthye në tokë, ai insistoi të ecte nga anija hapësinore me këmbët e tij, një demonstrim simbolik se truri dhe trupi i tij ende funksionin. Por në intervistat vite më vonë, ai pranoi se diçka kishte ndryshuar. Kur shikoja tokën nga hapësira, tha ai, fillova ta perceptoja kohën ndryshe. Një ditë nuk më dukej si 24 orë, më dukej si një moment i vetëm, i vazhdueshëm. Edhe tani, 20 vjet më vonë, ndonjëherë kam momente kur koha më duket e çuditshme, sikur po rrjedh me shpejtësi të ndryshme nga ajo që perceptojnë njerëzit rreth meje. A është ky një simptom i dëmtimit të trurit, apo është thjesht një mënyrë e re, ndoshta edhe më e thellë, e përjetimit të realitetit? Doktoresha Zoloth, bioetikaneja, argumenton se kjo është një nga pyetjet më të vështira që ndeshet njerëzimi. Ne jemi mësuar të mendojmë për identitetin si diçka fikse. Unë jam unë, ju jeni ju. Por neuroshkenca moderne na tregon se identiteti është shumë më i lënshëm se sa mendonim. Truri ynë ndryshon çdo ditë bazuar në përvojat tona. Çdo kujtesë e re, çdo aftësi e re që mësojmë, çdo marrëdhënie e re që formojmë, të gjitha këto ndryshojnë fizikisht trurin. Pra, në një kuptim, ne të gjithë jemi versione pak të ndryshme të vetes son çdo ditë. Pyetja me hapësirën është vetëm një çështje shkalle. Sa ndryshim është shumë ndryshim. Kjo na çon te një eksperiment mendor që filozofët e kanë debatuar për shekuj, por që tani po bëhet praktikisht i rëndësishëm. Paradoksi i anijes së Tezeut. Në mitologjin greke, anija e heroit Tezeu ruhej në Athinë si një monument. Me kalimin e kohës, dërrasat e vjetra kalbëshin dhe zvendçoheshin me të reja.
Pas shekuish, çdo pjesë e anijes ishte zvendësuar. Pyetja, a ishte ende anija e Tezeut? Tani zvendësoni anijet me trurin dhe dërrasat me neuronët dhe lidhjet nervore. Nëse një astronaut kthehet nga Marsi me një tru ku shumë lidhje nervore janë ndryshuar, shumë neurone janë zvendësuar, shumë rrugë nervore janë ristrukturuar, a është ende i njëjti person? Disa filozof argumentojnë se po, sepse ka një vazhdimsi të përvojës. Astronauti ka kujtesa të qarta të asaj që ishte përpara se të shkonte në hapësirë. Ai mund të tregojë historinë e jetës së tij. Ka një vijë të pandërprerë të vetëdijes nga e kaluara në të tashmen. Të tjerë argumentojnë se jo, sepse ajo që na bën ne është jo vetëm kujtesa, por mënyra se si mendojmë, si ndjejmë, si perceptojmë botën. Nëse të gjitha këto kanë ndryshuar, atëherë në një kuptim thelbësor, ne jemi një person i ndryshëm. Por ndoshta kjo është një pyetje e gabuar. Ndoshta duhet të ndalojmë së menduari për identitetin si diçka që ose ruhet, ose humbet, dhe të fillojmë ta mendojmë atë si diçka që evoluon. Doktori Anil Rai, që përmenda më parë, e shpreh kështu: kur një astronaut shkon në Mars dhe kthehet me një tru të ndryshuar, ai nuk ka humbur identitetin e tij të vjetër. Ai ka fituar një identitet të ri që përfshin të vjetrin, por gjithashtu shkon përtej tij. Është si të mësosh një gjuhë të re. Ju nuk harroni gjuhën tuaj amtare, por mënyra se si mendoni për botën zgjerohet. Kjo perspektivë na çon te një realizim i mahnitshëm. Ndoshta ndryshimet që i ndodhin trurit në hapësirë nuk janë vetëm një kosto që duhet të minimizohet, por edhe një mundësi që duhet të eksplorohet. Çfarë nëse aftësitë e reja që zhvillon truri në hapësirë, aftësia për të menduar në 3 dimensione pa një lart dhe poshtë të qartë, aftësia për të perceptuar kohën në mënyrë më fleksibel, aftësia për të parë tokën si një tërësi në vend që si një koleksion vendesh të ndara, çfarë nëse këto nuk janë defekte, por përparime? Kjo ide është kontroverse, por ajo po fiton terren në disa qarqe. Doktoresha Patricia Reuter Lawrence, që përmenda më parë, ka filluar të studiojë atë që ajo e quan kognicion post-toksor, mënyrat e reja të menduarit që mund të zhvillohen te njerëzit që kalojnë kohë të gjatë në hapësirë. Ajo ka intervistuar 10 astronautë dhe ka gjetur modele interesante. Shumë prej tyre raportojnë se pas kthimit nga hapësira, ata janë më të mirë në zgjidhjen e problemeve që kërkojnë të menduarit jashtë kutisë. Ata janë më pak të kufizuar nga supozimet e zakonshme për atë se si gjërat duhet të funksionojnë. Ata janë më të aftë për të parë lidhjen ndërmjet ideve që duken të palidhura. A është kjo sepse truri i tyre ka ndryshuar fizikisht, apo është thjesht sepse kanë pasur një përvojë transformuese? Reuter Lawrence beson se është një kombinim i të dyjave. Përvoja e të qenit në hapësirë ndryshon mënyrën se si mendoni, por kjo ndryshim psikologjike shkakton ndryshime fizike në tru. Dhe këto ndryshime fizike më pas ndikojnë në mënyrën se si mendoni në të ardhmen. Është një cikel feedback. Dhe rezultati përfundimtar mund të jetë një lloj i ri i inteligjencës, një inteligjencë që është më e përshtatur për mjediset jo toksore. Kjo na çon te një vizion i ardhshëm që është njëkohësisht frymëzues dhe shqetësues. Imagjinoni një të ardhme ku njerëzimi është i ndarë në 2 nonspecie, njerëzit toksor me tru të optimizuar për gravitetin e tokës dhe njerëzit hapësinor me tru të optimizuar për mungesën e gravitetit. Këto 2 grupe do të mendonin ndryshe, do të perceptonin realitetin ndryshe, ndoshta edhe do të kishin vlera dhe prioritete të ndryshme. A do të mund të komunikonin ende në mënyrë kuptimplote? A do të shihnin ende njëri tjetrin si pjesë të së njëjtës specie? Kjo nuk është shkencë fantazi e largët. Disa shkencetar besojnë se nëse njerëzimi fillon të kolonizojë hapësirën në shkallë të gjerë, jo vetëm disa astronaut, por mijëra ose miliona njerëz që jetojnë në stacione hapësinore ose në koloni në Mars, atëherë divergjenca biologjike është e pashmangshme. Profesori Konrad Shocik, që përmenda më parë, ka shkruar gjerësisht për këtë. Ne po flasim për fillimin e një procesi evolucionar të ri. Njerëzit që jetojnë në hapësirë për gjenerata do të evoluojnë në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë plotësisht. Trurit e tyre do t'jenë të ndryshëm, trupi i tyre do t'jetë i ndryshëm, dhe në një moment ata mund të mos jenë më Homo sapiens në kuptimin tradicional. Por a duhet të na shqetësojë kjo? Apo duhet ta përqafojmë si hapin tjetër në evolucionin ton?
Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që duhet t'i bëjmë tani, përpara se të angazhohemi plotësisht në kolonizimin e hapësirës. Sepse njëherë që kemi filluar këtë rrugë, mund të mos ketë kthim brapa. Dhe kjo na sjell te momenti ku jemi tani, viti 2026. Ania që do të çojë Jessica Watkins dhe ekuipazhin e saj në Mars është gati në 80%. Teknologjitë për të mbrojtur trurit e tyre janë zhvilluar dhe testuar. Protokollet për monitorimin e shëndetit të tyre janë në vend, por ende ka një pasiguri thelbësore. Askush nuk e di me siguri se çfarë do të ndodhë kur ata të arrijnë në Mars, të kalojnë një vit e gjysmë atje dhe të përpiqen të kthehen. Askush nuk e di nëse trurit e tyre do të jenë në gjendje të përshtaten me 3 ndryshime radikale të gravitetit, nga toka në hapësirë, nga hapësira në Mars dhe nga Marsi përsëri në tokë. Por Watkins dhe kolegët e saj kanë vendosur të shkojnë gjithsesi. Jo sepse janë të pamend, por sepse besojnë se disa pyetje janë aq të rëndësishme sa ja vlen të marrësh rrezikun për t'ju përgjigjur. Dhe pyetja që ata po përpiqen të përgjigjen nuk është vetëm a mund të shkojmë në Mars, por kush do të jemi ne kur të arrijmë atje dhe kush do të jemi kur të kthehemi. Këto janë pyetjet që do të përcaktojnë të ardhmen e njerëzimit, sepse nëse vendosim të bëhemi një specie shumë planetare, ne nuk po zgjedhim thjesht të jetojmë në vende të reja, po zgjedhim të bëhemi diçka e re. Dhe truri, ky organi jashtëzakonshëm që ju lejon të dëgjoni këto fjalë, ti kuptoni ato, ti pyesni ato, do të jetë në qendër të kësaj transformimi. A jemi gati për këtë? Ndoshta pyetja e vërtetë është, a do të jemi ndonjëherë plotësisht gati? Apo duhet të pranojmë se disa hapa në të panjohurën kërkojnë një shkallë guximi që shkon përtej çdo përgatitjeje të mundshme? Por ndoshta po e bëjmë pyetjen e gabuar. Ndoshta pyetja nuk është çfarë i bën hapësira trurit ton, por çfarë na tregon kjo për natyrën e vet realitetit. Sepse mendoni për këtë, truri juaj, organi që krijon çdo përvojë që keni ndonjëherë pasur, çdo mendim që keni menduar ndonjëherë, çdo emocion që keni ndjerë ndonjëherë, nuk është një objekt i fiksuar. Ai është një proces. Një lum i vazhdueshëm ndryshimi që rrjedh përmes kohës. Çdo sekond, rreth 100 milion lidhje nervore në trurin tuaj po forcohen ose dobësohen, bazuar në atë që po përjetoni. Çdo natë, ndërsa flini, truri juaj po riorganizon kujtesën, po konsolidon disa dhe po fshi të tjera. Ju mendoni se jeni i njëjti person që ishit 10 vjet më parë, por pothuajse çdo atom në trurin tuaj është zëvendësuar gjatëherë. Pra, në çfarë kuptimi jeni ju? Filozofët lindor e kanë kuptuar këtë për mijëra vjet. Në budizëm ka një koncept të quajtur anatman, jo vetja. Ideja se ajo që ne i quajmë unë nuk është një entitet i përhershëm, por një model i përkohshëm që lind nga ndërveprimet e panumërta të proceseve fizike dhe mendore. Çdo herë që thoni unë, ju po i referoheni diçkaje që tashmë ka ndryshuar nga momenti kur filluat të thoni fjalën. Kjo nuk është misticizëm, kjo është neuroshkencë. Doktori Evan Thompson, filozofi shkencës kognitive në Universitetin e Britanisë Kolumbiane, ka kaluar dekada duke studiuar ndërturjen ndërmjet neuroshkencës moderne dhe filozofisë budiste. Ai argumenton se zbulimi që truri i astronautëve ndryshon në hapësirë nuk është një anomali, është një shembull ekstrem i një të vërtete universale. Çdo përvojë ndryshon trurin, thot ai. Kur mësoni të luani piano, truri juaj ndryshon. Kur bini në dashuri, truri juaj ndryshon. Kur përjetoni humbje, truri juaj ndryshon. Hapësira thjesht e bën këtë proces më të dukshëm, më dramatik, më të shpejt, por procesi në vetvete është i njëjtë. Kjo na çon te një realizim i thellë. Ndoshta pyetja nuk është nëse astronautët janë ende vetja e tyre pas kthimit nga hapësira. Ndoshta pyetja është nëse ndonjëri prej nesh është ndonjëherë vetja jon në kuptimin që zakonisht e mendojmë. Ndoshta identiteti nuk është një gjë që kemi, por një histori që tregojmë, një narrativ që truri ynë krijon për të dhënë kuptim të një procesi që në të vërtetë është shumë më kaotik dhe i lëngshëm se sa duam të pranojmë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë ndryshimet që i ndodhin trurit në hapësirë nuk janë një kërcënim për identitetin ton. Ato janë thjesht një kapitull i ri në historinë që po tregojmë për veten tonë.
Jessica Watkins, që do të kthehet nga Marsi, nuk do të jetë një version i dëmtuar i Jessica Watkins që u nis. Ajo do të jetë një version i zgjeruar, dikush që ka përjetuar diçka që asnjë qenie njerëzore nuk e ka përjetuar më parë, dhe që ka u transformua nga ajo përvojë në mënyra që ne sapo po fillojmë t'i kuptojmë. Por kjo na lë me një pyetje edhe më të thellë. Nëse truri ynë është kaq plastik, kaq i aftë për t'u ndryshuar dhe përshtatur, çfarë tjetër mund të bëhemi? Cilat janë kufitë e vërtet të mundësive njerëzore? Le të shqyrtojmë këtë nga një këndvështrim krejtësisht i ndryshëm. Fizikanti teorik Max Tegmark nga MIT ka propozuar një ide radikale, se vetëdia nuk është një pronë unike e trurit biologjik, por një model matematikor që mund të lindë në çdo sistem mjaft kompleks. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ndryshimet që i ndodhin trurit në hapësirë nuk janë thjesht biologjike. Ato janë një shembull i një procesi më universal të vetorganizimit, që ndodh kudo në univers ku ka kompleksitet të mjaftueshëm. Mendoni për këtë. Një galaktik është një sistem i organizuar vetë. Miliarda yje që lëvizin në modele të parashikueshme, të lidhura nga graviteti, duke krijuar struktura që zgjasin miliarda vjet. A ka ajo një lloj vetëdije? Ndoshta jo në kuptimin që ne e mendojmë. Ajo nuk ka mendime apo ndjenja, por ajo ka një lloj organizimi të brendshëm, një model që mban veten në ekzistencë kundër forcave të entropise. Në një kuptim abstrakt, kjo nuk është kaq e ndryshme nga ajo që bën truri ynë. Apo mendoni për një qelizë të vetme. Ajo nuk ka tru, por ajo di se si të gjej ushqim, si të shmangë rreziqet, si të riprodhojë. Ajo ka një lloj inteligjencë të shpërndar në të gjithë strukturën e saj, dhe kur miliarda qeliza bashkohen për të formuar një tru, ajo inteligjencë e shpërndar bëhet diçka e re, vetëdia, mendimi, identiteti. Por në një nivel thelbësor, procesi është i njëjtë, modele që vetë organizohen, që mbahen në ekzistencë përmes rrjedhjes së vazhdueshme të energjisë dhe informacionit. Kjo perspektivë na lejon të shohim ndryshimet që i ndodhin trurit në hapësirë në një dritë krejtësisht të re. Truri nuk po dëmtohet nga mungesa e gravitetit. Ai po riorganizohet për të përballuar një mjedis të ri. Dhe kjo riorganizim është pjesë e një procesi më të gjerë që ka qenë duke ndodhur që nga fillimi i universit. Materia që organizohet në forma gjithnjë më komplekse, duke krijuar modele gjithnjë më të sofistikuara të vetëmbajtjes dhe vetriprodhimit. Në kjo këndvështrim, udhëtimi i njerëzimit në hapësirë nuk është një devijim nga natyra, është një vazhdim i natyrës. Është universi që bëhet i vetëdijshëm për veten, që eksploron veten, që transformon veten. Por, dhe ky është një por i madh, kjo nuk do të thotë se nuk ka rreziqe reale. Kjo nuk do të thotë se duhet të jemi të pakujdesshëm. Sepse edhe pse ndryshimi është natyror, jo çdo ndryshim është i dobishëm. Një qelizë që ndryshon shumë shpejt bëhet kancer. Një ekosistem që ndryshon shumë shpejt shkatërrohet. Dhe një tru që ndryshon shumë shpejt mund të humbas aftësinë për të funksionuar. Pra, çfarë nuk e dim? Çfarë mbetet mister? Ne nuk e dim nëse ka një kufi, një prag për të cilit truri nuk mund të ndryshojë më pa humbur diçka thelbësore. Ne nuk e dim nëse ndryshimet që shohim pas një viti në hapësirë do të vazhdojnë të përshkallëzohen në mënyrë lineare gjatë një misioni 3 vjeçar, apo nëse ka një pikë ku truri arrin një ekuilibër të ri. Ne nuk e dim nëse fëmijët e lindur në hapësirë, nëse ndonjëherë arrim në atë pikë, do të kenë tru që janë fundamentalisht të ndryshëm nga tonat, të optimizuar për mungesën e gravitetit që nga fillimi. Ne nuk e dim nëse rrezatimi kozmik, që nuk mund të simulohet plotësisht në tokë, do të ketë efekte sinergjetike me mungesën e gravitetit që ne nuk i kemi parashikuar. Ne nuk e dim nëse izolimi psikologjik i një udhëtimi 3 vjeçar do të ndërveprojë me ndryshimet fizike në tru në mënyra që mund të jenë katastrofike për shëndetin mendor. Ne nuk e dim nëse teknologjitë që po zhvillojmë, graviteti artificial, neuroprotektorët, ndërfaqet tru kompjuter, do të jenë të mjaftueshme. Ne nuk e dim nëse po zgjidhim problemin e duhur, apo nëse ka faktor që ende nuk i kemi identifikuar. Dhe më thelbësore, ne nuk e dim se çfarë do të thotë të jesh njeri në një univers ku njerëzimi nuk është më i kufizuar në një planet
të vetëm. Ne nuk e dim se si do të ndryshojë kultura, shoqëria, madje edhe natyra e vetë njerëzimit kur disa prej nesh jetojnë në tokë dhe të tjerë jetojnë në hapësirë ose në botë të tjera. Këto janë pyetje pa përgjigje. Dhe ndoshta kjo është pikrisht pika. Ndoshta vlera e vërtetë e eksplorimit nuk është në gjetjen e përgjigjeve, por në guximin për të bërë pyetjet. Sepse çdo herë që njerëzimi ka hyrë në një territor të panjohur, çdo herë që kemi shkuar përtej horizontit, përtej detit, përtej atmosferës, ne kemi zbuduar jo vetëm gjëra të reja për botën, por gjëra të reja për veten tonë. Ne kemi zbuduar se jemi më të aftë, më të përshtatshëm, më të guximshëm se sa mendonim. Por gjithashtu kemi zbuduar se jemi më të brisht, më të varur nga njëri tjetri, më të lidhur me mjedisin ton se sa donim të pranim. Dhe ndoshta kjo është mësimi i vërtet i asaj që po mësojmë për trurin në hapësirë. Jo se jemi të pakufizuar në aftësitë tona, por se kufijtë tanë nuk janë aty ku mendonim se ishin. Truri ynë mund të ndryshojë në mënyra që nuk i kishim imagjinuar, por kjo nuk na bën të pafundëm. Kjo na bën njerëzor, krijesa që ekzistojnë në kufirin ndërmjet rendit dhe kaosit, ndërmjet qëndrueshmërisë dhe ndryshimit, ndërmjet asaj që jemi dhe asaj që mund të bëhemi. Tani le të kthehemi te fillimi. Kujtoni se si fillova këtë histori. Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, truri juaj qëndroni zhytur në një lëngë të veçantë brenda kafkës suaj. Kjo ishte e vërtet atëherë, është e vërtet tani, por tani e kuptoni ndryshe. Tani e dini se ai lëng nuk është thjesht një jastëk mbrojtës. Ai është pjesë e një sistemi dinamik që varet nga graviteti për të funksionuar. Tani e dini se truri juaj nuk është një objekt statik, por një proces i vazhdueshëm transformimi. Tani e dini se çdo përvojë që keni, duke përfshirë përvojën e dëgjimit të këtyre fjalëve, po ndryshon fizikisht strukturën e trurit tuaj. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo njohuri në vetvete është një lloj udhëtimi. Jo një udhëtim përmes hapësirës fizike, por një udhëtim përmes hapësirës konceptuale. Një lëvizje nga një mënyrë e kuptimit të vetes drejt një tjetër. Nga të menduarit për veten si një gjë fikse drejt të kuptuarit të vetes si një proces. Nga frika e ndryshimit drejt pranimit, madje edhe përqafimit të tij. Në vitin 2033, kur Jessica Watkins dhe ekuipazhi i saj do të ulen në sipërfaqen e kuqe të Marsit, ata do të jenë njerëzit e parë që prekin një botë tjetër. Por ata gjithashtu do të jenë diçka më shumë. Ata do të jenë dëshmitarët e parë të një të vërtete që ne të gjithë duhet ta përballojmë. Se të jesh njeri nuk do të thotë të qëndrosh i njëjtë, por të kesh guximin për të ndryshuar. Trurit e tyre do të jenë të transformuar nga udhëtimi. Disa nga këto transformime do të jenë të vështira, disa mund të jenë të dhimbshme, por të gjitha do të jenë pjesë e diçkaje më të madhe. Një eksperiment që nuk po kryhet vetëm në një laborator në Houston apo në një anije hapësinore që udhëton drejt Marsit, por në vetë natyrën e asaj që do të thotë të jesh i vetëdijshëm në një univers që është shumë më i madh, më i çuditshëm dhe më i mrekullueshëm se sa mund të imagjinojmë ndonjëherë. Dhe kur ata do të kthehen, nëse kthehen, ata do të sjellin me vete jo vetëm shkëmbinj nga një botë tjetër, por diçka shumë më të çmuar, një kuptim i ri i asaj që jemi. Jo si krijesa të fiksuara në një vend, por si pjesë të një procesi kozmik të vetëzbulimit që ka filluar me Big Bangun dhe që vazhdon në çdo moment, në çdo tru, në çdo galaktik. Pra ndoshta pyetja e vërtet nuk është a jemi gati për Mars. Ndoshta pyetja e vërtet është, a jemi gati të pranojmë se asnjëherë nuk do të jemi plotësisht gati? Se disa udhëtime kërkojnë që të nisemi para se të dimë destinacionin. Se disa transformime fijojnë para se të kuptojmë se po transformohemi. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo se kemi të gjitha përgjigjet, por se kemi guximin për të bërë pyetjet. Jo se jemi të përsosur, por se jemi të aftë për të ndryshuar. Jo se e dim se kush jemi, por se jemi të gatshëm të zbulojmë se kush mund të bëhemi. Dhe ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, me trurin tuaj të zhytur në lëngun e tij cerebrospinal, duke dëgjuar këto fjalë, duke i kuptuar ato, duke u pyetur për to, ju jeni tashmë pjesë e këtij udhëtimi. Sepse çdo herë që mendoni për hapësirën,
Çdo herë që pyesni se çfarë mund të jetë e mundur, çdo herë që imagjinoni një të ardhme ku njerëzimi shkon përtej kufive të tokës, truri juaj po ndryshon. Jo në mënyrën dramatike që ndryshon truri i një astronauti, por në mënyrën e heshtur, të vazhdueshme, që të gjithë trurit tanë ndryshojnë çdo ditë. Dhe ndoshta kjo është zbulimi më i madh i të gjithëve, se nuk ka një vijë të qartë ndërmjet nesh dhe tyre, ndërmjet njerëzve toksor dhe astronautëve, ndërmjet të qenit këtu dhe të qenit atje. Ne të gjithë jemi udhëtar përmes hapësirës, jo vetëm hapësirës fizike, por hapësirës së mundësive, hapësirës së transformimit, hapësirës ndërmjet asaj që jemi dhe asaj që mund të bëhemi. Dhe ndërsa universi vazhdon të zgjerohet duke e quar çdo galaktik më larg nga çdo galaktik tjetër, duke e holluar pëllhurën e vet hapësirës kohës, ndoshta roli ynë, roli i vetdijes, i inteligjencës, i kurreshtjes, është të jemi dëshmitarët e këtij procesi të madh. Jo vetëm të shohim, por të marrim pjesë. Jo vetëm të mbijetojmë, por të transformohemi. Jo vetëm të pyesim çfarë është e mundur, por të bëhemi vetë përgjigja. Sepse në fund, ndoshta pyetja më e thellë nuk është çfarë i bën hapësira trurit ton, por çfarë bën truri ynë me hapësirën. Si e transformojmë në universit thjesht duke qenë të vetëdijshëm për të? Si e ndryshojmë në realitetin thjesht duke e vëzhguar atë? Këto janë pyetje që fizika kuantike i ka bërë për 1 shekull. Këto janë pyetje që filozofia i ka bërë për mijëra vjet. Dhe tani, ndërsa përgatitemi për të dërguar njerëz në Mars, këto po bëhen pyetje praktike, urgjente, ekzistenciale. Ne nuk e dim përgjigjen. Ndoshta nuk do ta dim kurrë plotësisht. Por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta vlera e vërtetë të qenit i vetëdijshëm në një univers i madh dhe misteros nuk është në gjetjen e sigurisë, por në guximin për të përballuar pasigurinë. Jo në arritjen e një destinacioni përfundimtar, por në udhëtimin në vetvete. Dhe kështu, ndërsa Jessica Watkins dhe ekuipazi i saj përgatiten për udhëtimin e tyre historik, ne të gjithë qëndrojmë në prag të diçkaje të re. Jo vetëm një epokë e re e eksplorimit hapësinor, por një epokë e re e vetkuptimit. Një kohë kur do të duhet të ripërkufizojmë çfarë do të thotë të jesh njeri, çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm, çfarë do të thotë të jesh pjesë e këtij universi të jashtëzakonshëm. Dhe ndërsa ata nisën, ndërsa anija e tyre largohet nga toka duke e bërë planetin ton blu një pikë gjithnjë më të vogël në errësirën e hapësirës, ne do të mbetemi këtu, duke i ndjekur ata me teleskopat tanë dhe me imagjinatën tonë, duke ditur se çdo moment i udhëtimit të tyre po shkruan një kapitull të ri në historinë e njerëzimit. Por historia nuk përfundon kur ata arrin në Mars, ajo nuk përfundon kur ata kthehen, sepse çdo përgjigje që gjejmë krijon pyetje të reja. Çdo horizont që kalojmë zbulon horizonte të reja përtej tij. Çdo transformim që përjetojmë na përgatit për transformime edhe më të mëdha. Dhe kështu udhëtimi vazhdon. Jo sepse e dim se ku po shkon, por sepse nuk mund të ndalojmë së pyeturi. Sepse kjo është ajo që na bën atë që jemi, jo përgjigjet që kemi gjetur, por pyetjet që guzojmë të bëjmë. Ndërsa dëgjoni këto fjalë të fundit, truri juaj, ai organi i jashtëzakonshëm që ka ndjekur këtë histori nga fillimi deri në fund, që ka përpunuar çdo ide, që ka ndier çdo emocion, që ka imagjinuar çdo skenar, është pak i ndryshëm nga ai që ishte kur filluat të dëgjoni. Disa lidhje nervore janë forcuar, të tjera janë dobësuar. Disa kujtesa të reja janë formuar, disa perspektiva të reja janë hapur. Ju jeni tashmë një version pak i ndryshuar i vetes suaj. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se jeni të gjallë, do të thotë se jeni të aftë për të ndryshuar, do të thotë se jeni pjesë e këtij procesi të madh kozmik të transformimit që ne e quajmë jetë, vetdije, ekzistencë. Pra ndërsa shikoni qiellin natën dhe shihni atë pikë të kuqe që është Marsi, dini këtë. Një ditë, jo shumë larg, do të ketë njerëz atje dhe trulit e tyre do të jenë të ndryshuar nga udhëtimi. Por ata do të jenë ende njerëz. Ata do të jenë ende ne, vetëm një version i zgjeruar, i transformuar, i evoluar i asaj që jemi.
Vendoshta, vetëm ndoshta, kjo është përgjigjja e vërtet për pyetjen që kemi bërë gjatë gjithë kësaj historie. Jo çfarë i bën hapësira trurit ton, por çfarë na tregon kjo për mundësitë e pafundme të asaj që mund të bëhemi. Përgjigjja është e thjeshtë dhe e fel. Ne jemi krijesa të transformimit.